Një kala mesetare 900 vjeçare në jug të Libanit është rikthyer në qendër të zhvillimeve ushtarake në lindjen e mesme. Forcat izraelite morën nën kontroll gjatë fundjavës kalan e Beaufortit, një nga fortesat më të njohura historike të rajonit, e cila prej shekujsh ka qenë objekt betejësh dhe pushtimesh. E ndërtoret nga kryqëtarët rreth 9 shekuj më parë, kalaja u pushtua më pas nga Saladini, u rimor nga kryqëtarët dhe mbijetoi si një nga fortifikimet mesetare më të ruajtura në lindjen e mesme. Megjithatë, rëndësia e saj nuk është vetëm historike. E vendosur në një lartësi dominuese mbi jugun e Libanit dhe veriun e Izraelit, Beaufort ofron një avantazh të madh strategjik për vëzhgim dhe mbledhje informacioni ushtarak. Gjatë pushtimit izraelit në jug të Libanit, kalaja shërbeu si një nga bazat kryesore ushtarake të Izraelit për 18 vjet, deri në tërheqjen e forcave izraelite në vitin 2000. Për shumë libanez, Beaufort është simbol i viteve të pushtimit, ndërsa për Hezbollahun u kthye në një objektiv të rëndësishëm gjatë luftës guerrile kundër forcave izraelite. Pas tërheqjes së Izraelit, luftëtarët e Hezbollahut dhe lëvizjes Amal ngritën flamujt e tyre në kala, duke e kthyer atë në simbol të fitores dhe rezistencës. Në vitet e mëvonshme, fortesa u restaurua dhe u shndërrua në një atraksion turistik. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Kulturën, UNESCO, e ka cilësuar Beaufortin si një nga kështjellat mesetare më të ruajtura në lindjen e mesme dhe së fundmi e përfshiu në listën e objekteve me mbrojtje të shtuar gjatë konflikteve. Megjithatë, rikthimi i forcave izraelite në këtë pikë strategjike tregon se rëndësia ushtarake e kalas nuk ka humbur as pas shekujsh.